الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Lavdi, falënderimi dhe madhërimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, falënderimet më kulmore dhe më të përzemërta i takojnë Zotit Madhërisëm, burimit të mirësive, atij i cili na ka gëzuar me mirësi të shumta, madje të panumërta. Dhe një ndër mirësitë e radhës është edhe arritja edhe të një kurban bajrami, sikurse jemi duke përjetuar këto qaste. Kurban bajrami nuk është thjesht një fest, por është një kujtesë e sakrificës së bërë nga Ibrahimi alayhi salam, i cili që në gjendje që të sakrifikoj çdo gjë për të arritur kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm. E pas kësaj ka dishmërie maksimale dhe jashtëzakonisht devocionale, Allahu ja kompenzoi atë sakrificë me sakrifikimin e një dashi. Ky akt simbolik që është pasuar dhe është vazhduar brez pas brezi që nga Ibrahimi a.s. deri më sot dhe do të vazhdoj derisa të ekzistojë kjo gjësi për t'ja dëshmuar Allahut sinqeritetin në adhurimet tona. Kurban Bajrami, siç e dini, karakterizohet me një prej ibadeteve më madhështore, madje me një prej shtyllave të Islamit, siç është haxhi. Në njërin anë, disa prej besimtarëve, fatmirësisht edhe nga trojet tona, sapo e kanë përfunduar haxhin. E kanë kryer Arafatin, Muzdelifen dhe sot vetëm se janë duke i gjuajtur gurët. Dhe me këtë, gjatë ditëve të Teshrikut apo ditëve të Bajramit, përmbushet dhe përmbyllet edhe ibadeti i haxhit për ta. Ndërkaq ne këtu e festojmë duke e falenderuar Allahun për mirësitë e tij ndaj nesh. E festojmë duke ja dëshmuar Allahut sinqeritetin në fjalë dhe në vepra. Mesazhet e Kurban Bajramit janë të shumta, por mesazhi më kryesor është arritja e devotshmërisë. Ne kur sakrifikojmë, kur angazhohemi me mund, ja dëshmojmë Allahut se jemi besimtarë të vërtetë, por edhe kur festojmë, ja dëshmojmë Allahut se jemi besimtarë të sinqertë. Nga se kësaj ne përmbushemi, plotësohemi dhe përsosemi në raport me kryerjen e adhurimeve tona karshi Zotit të gjithësisë. Kurban Bajrami e ka edhe mesazhin e solidaritetit, e afrimit mes vete, e fuqizimit të lidhjeve mes nesh, duke filluar nga lidhjet familjare, pastaj edhe në ato shoqërore në përgjithësi. Kurban Bajrami e ka gjithashtu edhe sakrificën e flimit të kurbanit për hir të Allahut të Madhërisëm. Siç thot Allahu, "Lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tek Allahu nuk arrin mishrat që ju i therrni, e as gjakrat që ju i derdhni, por arrin devotshmëria juaj. Pra, në momenti kur ne sakrifikojmë dhe flojmë kurbane për hir të Allahut Madhërisëm, për kënaqësinë e tij, për asgjë tjetër përpos tij, ne realisht investojmë në devotshmëri. Prandaj gjithë besimtarët gjatë këtyre ditëve që do të kenë mundësi që ta kryejnë një ritual kaq madhështor, Zoti u apranoft
Një sakrificë e tillë është shumë e lavdëruar dhe e shpërblyer tek Allahu, tek Zoti i gjithësisë. Njëherë kërkojmë nga Zoti i Madhërisëm që këtë festë të Bajramit mos e kalojmë si një festë formale, thjesht si një traditë vendore, por me bindje të thellë dhe të sinqertë, duke falendëruar Allahun për arritjen e kësaj mirësie dhe duke kërkuar nga Zoti mirëqenie pas saj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.